për këto armë dhe municion të cilat janë gjetur gjatë ditës së sotme në Zubin Potok përmes një operacione të zhvilluar nga Policia e Kosovës, flasim në minutat në vazhdim bashkë me Hysan Gecaj, ish kolonel. Zotri Gecaj, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje ju edhe teleshikuesve tuaj. Edhe gjatë ditës së sotme, zotri Gecaj, policia përmes një aksioni ka gjetur armë dhe municion në një shtëpi të pabanuar në Zubin Potok. Sa shqetësuese kjo, marr parasysh faktin se brenda një periudhe asnjë javore është hera e dytë që ndodh një gjë e tillë, pra gjendën armë e municion në njëjtën komunë. Natyrisht që gjithmonë kur ka situatat e tilla kur gjenden armatime të cilat nuk janë të lejueshme për përdorim apo posedim të civilëve dhe personave të paautorizuar, atëherë kjo është një shqetësim për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Por e kemi potencuar edhe në të kalumen edhe në televizionin tuaj, po edhe në televizionet tjera që do të kemi momentume dhe situata të këtilla ku her pas her do të gjinden municione dhe armatime të fshehura nga ekstremistët sërbë në veriun e Kosovës, për shkak se ata për një kohë të zgjatë janë përgatitur që këto armatime të jenë në atë zonë në rast se do të mund të sjellin situatën deri në atë nivel sa të kenë ato armatime në përdorim. Për fat të mirë, edhe me ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, po edhe institucionet vendore, është arrit që situata dhe fokusi politik të mbahet nën kontroll në pjesën veriore të Kosovës dhe kështu nuk është arrit që këto municione dhe armatime të përdoren deri në atë nivelin sa kanë pas dëshirë autoritetet sërbe. Mirë po, megjithatë këto armatime, e dini mirë, ishte kjo një sekvencë pak më parë edhe në raportimet tuaja, u përdoren në Zubin Potok dhe u përdoren në pjesë të tjera të veriut të Kosovës, ku në radhë të parë kishte kundërshtim mes policisë Kosovës apo konfrontim mes policisë Kosovës dhe këtyre grupeve terroriste në veri, por njëkohësisht kishte edhe një tendosje të vetë situatës në veri ku patjetër se ishte domosdoshme që të angazhohen edhe forcat të KFOR-it. Edhe për një kohë të gjatë do të kemi situata të tilla. Dhe zotri Gecaj, duhet ju pyes sa shtretu një farforme dhe vedia e qytetarëve për të lajmëruar raste të tilla në rast se kanë informacione për armë të cilat janë të fshehura, në këtë rast në shtëpi të pabanuara. Edhe sa është i rëndësishëm edhe bashkëpunimi me ta? Nga përvojat në për krizat të ndryshme kudo në botë, edhe në veçanti në Ballkan, është e kuptueshme që me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, me presionin politik që bëhet, me vëdësimin edhe të popullatës në ato zona ku ka krizë, atëherë vjen edhe deri te një moment i tillë kur qytetarët lodhen nga situata të tilla dhe për motive të ndryshme ata paraqesin vetë ato armatime që janë të fshehura në ato regione, qofshin për shkak të mos pajtimit që e kanë ata rreth situatës apo për të ardhmen e tyre në Republikën e Kosovës, qoftë edhe për interesat të ngushta të grupeve të caktuara, të cilat jo gjithmonë janë të njëjtit mendim me autoritetet e Serbisë për sa i përket sigurisë në Kosovë. Prandaj pritet që edhe në të ardhmen të kemi situata të këtilla kur individ, pra qytetar edhe serb nga veriu i Kosovës do të bashkëpunojnë me autoritetet ligjvendëse dhe ligjmërojtëse në Kosovë dhe këto aktivitete patjetër që do të reflektojnë pozitivisht. Por gjithmonë ne duhet jemi të gatshëm dhe të vëmendshëm që të përcjellim situatën e veri me vëmendje për shkak se grupet të cilat janë të përgatitura në Serbi dhe kanë për synim destabilizimin e Kosovës,
janë të gatshme edhe matutje të dëgjojnë urdhrat nga Beogradi dhe nga presidenti Serb Vučić. Prandaj është e domosdoshme që ju lutem. Po, zotri Gecaj, duhet ju pyes pra edhe për pjesën se e përmendët dhe pak më herët se mund të ketë edhe lokacione të tjera ku janë të fshihura armët. Por sa sfiduese mbetet një gjë e tillë edhe për organet e rendit dhe për policinë e Kosovës të identifikoj këto lokacione, por gjithashtu dhe të identifikoj pronarët e këtyre armëve. Natyrisht që kjo është sfiduese, mirë po këto situata të fundit, por edhe hetimet për ngjarjet e fundit të fillu prej sulmit në Banska, pastaj në ujësjellsin i cili sjell ujë në termocentralin Kosova dhe një varg aktivitetesh armiqësore të tjera që kanë ndodhur, flasin për nevojën edhe domosdoshmë që Kosova dhe institucionet e sigurisë të bashkëpunojnë ngushtë edhe me faktorin ndërkombëtar i cili është prezent këtu në Kosovë dhe i cili në një farë mënyrë ka një nivel të përgjegjësisë për sa i përket sigurisë së Kosovës. Tazëm Kfori ka në rënd parë përgjegjësinë për mbrojtjen e territorit të Kosovës dhe rrjedhimisht ai ka edhe përgjegjësi në të gjitha këto ngjarje që ndodhin në veri. Prandaj bashkëpunimi duhet të jetë shumë i ngushtë edhe me Kforin, edhe me Euleksin, edhe me UNMIK-un, por edhe në planin bilateral, siç është rasti me FBI-n apo institucione tjera të rëndësishme ndërkombëtare, qofshin ato evropiane ose amerikane. Dhe për t'ju shmangë këtyre sfidave, ky bashkëpunim është mjeti më i mirë i mundshëm për shkak se ekspertiza dhe kapacitetet edhe profesionale, edhe materiale që i kanë këto institucione që i përmena më herët, e mundsojnë një zbulim më të shpejtë të këtyre rasteve dhe e bëjnë më të lehtë punën e organeve tona të ndjekjes. Por gjithmonë është për mendimin tim një sfidë në vete identifikimi i personave të cilët kanë sjellë këtë armatim dhe të cilët e kanë në posedim dhe që për fat të keq këto 3-4 vitet e fundit me sa ka mujt me i përcjell në shumë raste jenë gjetë armatime, mirë po nuk jenë gjetë personat të cilët e kanë posedu këtë armatim ose jenë mbyll institucionet të ndryshme të Serbisë që kanë funksionu në veriun e Kosovës, por nuk është arrestu kërkush për shkak se do duhet që të ketë edhe përgjegjës të cilët i kanë marrë në funksion këto institucione, po ashtu edhe personat të cilët i kanë marrë në posedim këto armatime. Dhe kjo është ajo pjesa më sfiduese për qeverinë e Kosovës. E qartë, zotri Gecaj, falenderoj shumë për kohën dhe përgatishmërinë.